Tani dalim tek mënyra e dytë. Mënyra e dytë është që neve mund të mësojmë nga miqt, nga rrethi jonë shoqëror, kolegët, familjarët, to njerëzit që neve kemi dëshirë të kalojmë kohën. Tani, neve po flasim për një gjë që po themi familj, grupi jonë shoqëror është një lloj pak a shumë si ne, me të njëjtat kur flasim për të ardhurat dhe pasurinë neto. Pra janë njësoj, neve fitojmë njësoj sa ta, okay? Tani, kur vim tek pjesa e pasurisë dhe tek të ardhurat financiare, neve kemi pak a shumë të njëjtën shkallësi financiare. Do me thënë, sa din këto miq, din dhe neve jemi njësoj, okay? Në momenti që neve jemi njësoj, që kemi këtë shkallësi financiare, ti nuk ke çfarë mëson, sepse aq informacion ka ai, pak a shumë aq informacion ke edhe ti. Bëjmë një shembull, një krahasim. Nëse unë dua të mësoj për shembull vals, dua të mësoj atë valsin profesionist. Edhe them unë, shkoj tek miqt, mbledh familjarët, mbledh shokët, edhe a di ti të kërcesh vals profesionist? Jo, shumë bukur. Kualifikohesh të vish me mua. Ti di? Jo, mbledhim një 10 veta, futemi të gjithë në një dhomë aty dhe inshallah tash në njëri do mësoj valsin profesionist. Pra, është totalisht jashtë logjike. Ti nuk mund ta mësosh dot kur valsin profesionist nga njerëz që janë njësoj si ty. Një grumbull ignorance nuk është dije. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Një grup ignorance nuk është dije. Po ti tash do thua shikoj eri se unë kënaqem shumë me shokut. Patjetër mund të kënaqesh shumë mirë, mund të kalosh shumë mirë, mund të kalosh emocione shumë të forta, të mira, por nuk ke diçka për të mësuar. Kur flasim për të mësuar, flasim që si shkoj biznesin nga këtu ku jam, ta çoj në 5 shifra, në 6 shifra, 7 shifra, apo në 8 shifra. Dhe kur flasim për pjesën e biznesit, nuk ke çfarë mëson nga familjar, nga rrethi shoqëror, sepse po flasim për biznes të fortë. Unë po të rregoj një situatë nga jeta ime, pishëlliti disa. Unë nga rrethi shoqëror, nga miqt, thash, ore shiko, kam probleme me biznesin, kam një produkt shumë të mirë, por nuk po mshitet, si t'ja bëj? Dua të zgjeroj tregun, dua të eci përpara, por nuk po më ecën. Atëherë miqt më thonë, shiko, bëj këtë gjë. Edhe unë çfarë bëra? Mora një drejtor shumë të mirë, me 2 fishin e rrogës. Çka kishte tregu? 2 fishin. Edhe i thash, tashi, ky drejtori, ky do mi zgjidhë gjithë hallet. Do më strukturoj biznesin, do më bëj atë biznesin që ne themi scale, pra me të njëjtat kosto që ti ke, me të njëjtat burime që ti ke, si mund të bësh scale, mund të hypësh xhiron. Pra, edhe fitimin. Dhe ky super drejtori mua më prodhoi në 2 vjet plot 40.000 euro humbje, me shumë sukses, 40.000 euro të dokumentuara. Pse? Sepse unë mora një mësim nga miqtë e mi. Merë atë drejtorin e mirë, paguje mirë dhe ky do të të paketoj, do të mobilizoj, do të strukturoj biznesin. Dhe kjo gjë ishte totalisht e gabuar. Tani, cila ishte mënyra e parë? Mënyra e parë është që ti mëson nga vetja. Çfarë problemi ka nga vetja? Mëson nga vetja, por ti nuk e di se çfarë mëson, edhe ose nuk mëson fare, zero, ose mëson perfekt një mënyrë të gabuar. Mënyra e dytë është nga shokët, nga miqtë, që dhe kjo nuk duket shumë premtuese.